Kemi vuajtur shumë më parë, ishte nga varfëria, dhe bukën kemi ndarë në mes vllazëris. Kishte vetëm mirësi, larg prinderve nuk rinte asnjëri. Sot jemi në një ditë tjetër, ku çdo gjë duket si gënjeshtër. Diku vite më parë, një në lindi 10 fëmijë, nuk i ndau njeri me tjetrin, shpirtin e ndau në 10 pjesë. As që femi keq të mos mes, pse nënën me bo me qati urite dhe i ke nonën vetëm me ke lanë. S'faj ka nona me bo me qajt, ju ka rritur me mishe shpirt. 10 femi me shëndët të mira, as njeri nga femit nuk don t'i adi. Qfaj ka baba që të vuaj, ka ngellur 2 pleq, si mos më thuaj. Ka në rridhjet fëmije, as njeri nuk do t'i adi. Ata që nuk mbajnë e baba, do vi një dit që zoti s'ka me pa. Malkimi nonës një dit do të ze, si lanën në kam me jabo, unë si një qfar kam pa. Do shkoj të gjysherit, të gjitha me jathen,